Kroacia edhe Kosova. Jo, do më thënë me këtë armatim që ka marrë, se mund të gjesh mënyra të tjera për t'ju përgjigjur duke u armatosur me një tip tjetër arme mbrojtëse. Sepse ne nuk e kemi... Vetëm po të marrim kemi bombë bërthamore. Jo, ne gjithnjë jemi bazuar mbi doktrinën mbrojtëse, nuk jemi agresiv, nuk jemi një shtet agresiv, qoftë ne, qoftë Kosova, dhe ne mund të marrim masa të tjera mbrojtëse, sepse sisteme për të mbrojtur nga sulmet ajrore, nga raketat kanë, duhet i blesh, i përgatitësh njerëzit e tjera. Kështu që fillon një garë armatimi, duam ne, s'duam ne, Ballkani po përfshihet në një garë armatimi dhe iniciatore e kësaj është Serbia. Serbia gjithnjë ka qenë shtet agresiv, shtet iniciator i shumë luftimeve dhe në këtë rast po bën një kërcënim hapur për fqinjet. Për neve, sepse me Greqinë nuk mund të matet dot. Greqia ka një armatim shumë më të përsosur se sa Serbia. Qoftë në aviacion, shumë të mirë, qoftë dhe në sistem raketash, qoftë dhe në raketa ofensive me rreze mbi 500 km që ka Greqia. Kështu që nuk matet dot me Greqinë, po matet me ne më të vegjël. As me Turqinë. Turqia është fuqia ushtarake e Ballkanit. E para në Evropë, e dyta pas SBA-s në NATO. Është e dyta. Mbas Amerikës në NATO është Turqia. Edhe si numër, edhe si lloj armatimi dhe me një aftësi të veçantë të prodhimit të gjithë sistemeve luftarake. Kështu që Serbia nuk matet dot as me Greqinë dhe as në mënyrë të veçantë me Turqinë. Dërgoj që ne s'matemi jo vetëm me Serbinë, pa as me Greqinë. Ne tani e dimë, kemi shfuzuar me zero mbrojtjen tonë që në vitin 1990 dhe sot qoftë politika, qoftë opinioni është përgatitur që ne jemi të mbrojtur nga NATO. Po NATO duket kur është ndoshta drejt fundit fjalë madhe, po ka krizë të mëdha aty, sepse aleatët nuk ju bashkuan Trumpit në Iran. Edhe një shpërbërje asaj ne na nxjerr akoma më zgjuluar. Natyrisht ne aftësinë mbrojtëse e kemi mbështetur tek NATO. Dhe NATO praktikisht ekziston se e mban Amerika. Se po të jetë për vendet evropiane, NATO do ishte shpërbërë që në vitet 90, që kur u shpërbë antipodi i saj, Traktati i Varshavës, edhe NATO e humbi funksionin e saj, sepse NATO dhe Traktati i Varshavës ishin ndërtuar për të përballuar njëri tjetrin. Dhe NATO kishte detyrë mbrojtjen e vendeve të Evropës. Tani vendet e Evropës kërcënohen praktikisht nga Rusia. Dhe kjo është ideja që mbahet në këmbë NATO. NATO ka shumë probleme dhe politika evropiane nuk është stabilizuar për sa i përket politikës së mbrojtjes. Dhe përplasjen e kohës dhe të fundit ndërmjet NATO-s, vendeve evropiane dhe Amerikës kanë ardhur kryesisht për qëndrimet politike të vendeve evropiane që nuk janë në një mendje qoftë me Amerikën, qoftë dhe me njëri tjetrin, përsa i përket politikës së mbrojtjes, doktrinës së mbrojtjes dhe qëllimeve që ka NATO. Baza e këtyre sherreve dhe problemeve, tensioneve të krijuara janë çështjet financiare. Sepse investimet kryesore për të mbajtur në këmbë NATO i ka përballuar Amerika. Tani shpenzimet vjetore të NATO-s ka përzier $1 trilion, nga të cilat shumicën e ka përballuar Amerika. Dhe presidenti Trump u ka thënë hapur, ne kemi hedhur parat tona për të mbajtur gjallë NATO-n, po ju u ka thënë politikanëve evropian, i keni shpërdoruar parat duke ndërtuar vila dhe nuk kanë shkuar për forcimin e mbrojtjes, atje ku duhet të veni. Sidoqoftë, ky është problemi kryesor
që krijon një krizë të brendshme. E ka krijuar të krizë, ka krijuar tensione dhe po vinë në situata të vështira, dalin hapur, dalin përplasje të hapura. Kohët e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar mbështetjen e NATO-s dhe të vendeve evropiane, kryesisht në prizmin politik, sepse Amerika nuk ka nevojë fare për ta mundur Iranin ose një shtet tjetër, nuk e ka problem të kërkojë vende të tjera për ta mbështetur në këtë rast. I duhet vetëm mbështetje politike. Forcat që ka Amerika mjaftojnë për të shkatruar Iranin edhe shumë vende të tjera. Po i duhet mbështetja, përkrahja politike, morale dhe politike, në radhë të parë dhe qëndrimi i NATO-s, të cilët në këtë moment filluan të nxjerrin bishta të mos e mbështesin politikën amerikane në këtë drejtim dhe duke nxjerrë secili ato problemet e veta. Evropa kështu ka qenë dhe kështu do të jetë. Evropa zhvillon një politikë standarde të trashëguar me shekuj, një politikë sallonesh, ku nuk janë mlidhen, bëjnë debate, muhabete, handreka e darka, dhe si përfundim nuk merret një vendim. Edhe në qoftë se marrë një vendim, ca kundra, ca pro, ai vendim nuk zbatohet. Kështu që në fund të fundit, po të ecësh me politikën evropiane, është një lloj si të ndërtosh që i themi ne në gjuhën popullore një stan me lekë. Por është Amerika ajo që ka mbajtur sus dhe ma në këmbë NATO-n. NATO quhet si organizat që siguron mbrojtjen dhe paqen në territorin e Evropës, në kryesinë e Amerikës. Dhe aftësia e vendeve evropiane për të bërë një politikë të saktë e të qartë dihet. Dhe në këtë moment nuk e mbështetën fare Amerikën në këtë, domethënë me një indiferentizëm të çuditshëm. Problemi vjen që duke u rritur fondet për rinovimin e NATO-s, shumë pritet që në vitin 2035 të arrijë $1,5 trilion